Në ceremoninë e varimit të shpat kasapit, mes heshtjes së rëndë dhe fytyrave të përlotura, u ngrit vëllai i tij për të mbajtur një fjalim që preku çdo njeri të pranishëm. Ai qëndroi pranë arkivolit të mbuluar me flamurin kombëtar dhe me një zë që dridhej nga dhimbja, falenderoi të gjithë ata që kishin ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit këngëtarit të dashur. Syt i shkëlqenin nga lotet e përmbajtur, ndërsa çdo fjalë dukej si një përpjekje për të mbajtur veten të fortë për familjen dhe nënën e tyre. Ai tregoi se shpati, pavarësisht famës dhe jetës së ngarkuar, kishte qenë gjithmonë një njeri i zemrës së mirë, një vëllai i dashur dhe një baba i përkushtuar. Ai nuk e meritonte këtë fund kaq të shpejt, tha ai me zërin që i thyrhej, por Zoti e deshi pranë vetës. Pastaj, ndau disa kujtime nga familjaria e tyre, duke përmendur momentet kur shpati u kishte dhënë forcë të gjithëve dhe i kishte mbështetur në kohët e vështira. Fjalët e tij sollën një moment reflektimi dhe mallëngjimi për të gjithë të pranishmit. Në mes të fjalimit, ai u drejtua publikut dhe familjes me një premtim që preku më shumë zemrat e njerëzve. Ai u betua se do ta mbante premtimin e dhënë dikur shpatit. Vlla, më ke thënë gjithmonë, nëse një ditë unë nuk do jem, mos e lër djalin vetëm. Sot, po ta jap këtë fjalë para gjithëve. Do të kujdesem për djalin tënd si ti ishte i imi. Këto fjalë shkaktuan lot të tjerë, ndërsa edhe familjarët pranë nuk munden më t'i përmbaheshin emocioneve. Ai shtoi se djali i shpatit nuk do të rritet pa babain e tij, sepse gjithë familja do të jetë pranë tij, ta mbështes, ta edukoj dhe t'i tregoj çdo ditë sa njeri i madh ka qenë i ati. Do t'i flasim për ty, për muzikën tënde, për buzëqeshjen tënde, për zemrën tënde të bardhë. Nuk do ta lëm kurrë pa dashuri, tha ai duke vendosur dorën mbi arkivol, sikur fliste drejt për drejt me të. Në fund, ai e mbylli fjalimin me një lutje dhe një premtim të fundit, që shpati të preh në paqe dhe ta di se premtimi i tij nuk do të thyhet asnjëherë. Qetësohu vlla, djalin e ke të amanet dhe unë do ta mbaj këtë amanet deri në frymën e fundit. Turma nisi të duartrokiste net si një mënyrë për ta nderuar shpatin dhe fjalët prekse të vëllait të tij, ndërsa atmosfera mbeti e randë, por njëkohësisht e mbushur me respekt dhe dashuri për këngëtarin që la pas një boshllëk të paharrueshëm.